Lazar Matia, presidenti i vllaznisë dhe futboll për femra, super suksesi 13 titull razi, i kënaqur? Është i kënaqur, mendoj edhe ambienti, edhe njerëzit që ishin ndoshta për vllaznisë janë kënaqur sepse shkoi kupa aty ku duhet shkojnë, shkoi aty ku investohet, shkoi aty ku punohet prej vitesh, patjetër kënaqësi për këto vajza sepse është një vit i gjatë që ne vetëm kërkojmë nga këto vajza, i motivojmë, stërviten, sforcohen, stafi jetën gjatë. Prandaj është një gëzim i lidhshëm sepse është e vështirë, janë 13 titull rradhësi edhe ambienti ndoshta vetë, edhe na ka herë thojmë ata lëm këtë kampionat por sepse ndoshta i bëjmë mirë nga kuj, kështu që edhe jena luftë edhe me veten për këtë titull, kështu që është e vështirë, por është edhe kënaqësi sepse janë 13 titull rradhësi, sigurisht janë 13 ditë. Rresht gëzim do të ishin të mjaftueshme, por janë 13 vite punë, 13 vite për kushtim edhe investim. Në pamjet parë duk një kampionat në rivalitet, ka qenë i tillë? Me Final Four po. Kurse me formulën klasike mendoj që duhet ishte zgjidhur shumë shpejt. Edhe Final Four ndoshta zbukuroi në fund sepse pralloi ndaj ishte të bukur, pralloi rivalitet. U bën një mini kampionat me 4 ekipet e vendet para, ishin 4 ekipe që janë investuar këtë vit. Mendoj që ka pas bukurinë mes këtyre ekipeve, por duhet jo vetëm vllaznia, jo vetëm 2 ose 3 ekipet investojnë gjitha klubet sepse kampionati shqiptar ka nevojë për cilësi, ka nevojë për më shumë lojtare, për më shumë ekipe si vllaznia, që edhe vllaznia ose kush do të jetë në vendin e vllaznisë në kompeticionin ndërkombëtar të ketë performancë sa më të mirë, të rrisin pikavarazhin siç e ka bërë vllaznia prej vitesh. Pak më herët menaxherja e klubit vajza juaj Matida Matia theksoi në intervistë sipër një kampionat jo i drejtë për vllaznin këtë sezon, por ja dolëm. Dëgjoj, edhe një pemë që rritet shtrem drejtohet gjatë rrugës ne drejtuam kampionatin. Edhe shkoi aty ku nis kampionati, nuk devijoi. Kishte tendenca? Në çdo vit ka tendenca. Nuk ka tendenca se ka me mua. Edhe ti po ti ishi presidenti i një ekipi tjetër do thosh çfarë do ky që për 13 vite edhe jemi të përgatitur për këtë, po nuk jam për disa gjëra tjera që nollin, edhe nuk është nevoja me çast sot se sot do dita me festu, por kjo nuk i shepën futbollit. Ka shohim vllaznin si një lule që ka qilë edhe mund ta kpusi dhe mund ta marrim erë ose edhe ta marrim krejt këtë lule. Kjo lule ka vite që punohet, kjo lule ka kohë, mrohet edhe investohet. Për të bërë model këtë lule, të punojnë, të investojnë, të fusin ekipet e moshave, të punojnë me strategjia fatgjatë, vllaznia nuk është e pathyeshme, vllaznia ka kryer misionin e vet prej kaq vitesh, e ka çuar futbollin shqiptar në nivelet më të larta të futbollit evropian, duke marrë pjesë me 2 ekipe në Champions League, ashtu siç nuk e ka bërë asnjë federat tjetër e rajonit të Ballkanit edhe përtej. Prandaj misioni vllaznia për futbollin e femrave është arrit në maksimum. Ku nisin përgatitjet për Europën? Koha është shumë e shkurt. Ne edhe këtë ditë që mund t'i lëmë pushim ekipin, do të fillojmë me formatimin e ekipit sepse kemi një pjesë të mirë të lojtarëve që janë nga shtetet kryesisht Amerikës Jugut, edhe kontratat me këta përfundojnë me përfundimin e sezonit. Do të shohim ata që kanë performuar mirë, ulemi në bisedime, megjithëse janë grumbulluar me ekipet kombëtare të shteteve të Parugajt, Panamas, Guatemalës dhe të Amerikës. Por ato që mund të arrijmë akordin mund t'i mbajmë, por do të shohim edhe afrime të tjera sepse kompeticionet evropiane e Champions League as më tepër pritshmëritë për ekipin tonë janë shumë mëdha nga ne, nga ambientin Shkodër edhe përtej nga ambienti shqiptar kudo, sepse presin një vllazni që të ketë ato suksese që ka arrit para disa viteve. Ndoshta e fundit 13 titull të kampion, ka ndonjë dedikim të veçantë Lazar Matia për këto suksese? Kanë 13 titull, në fakt edhe me pas 13 titull ke ku ja shpërndan këto kupa, këto dedikime, por dedikimi nuk është individual. Unë mendoj që dedikimin t'i shpërndajmë sepse gëzimi i futbollit është i gjithëve, patjetër është i këtyre vajzave që kanë punuar ndër vite, i këtyre stafet drejtuesi që kanë punuar gjithmonë në presion, presionin e drejtuesit, presionin e presidentit, presionin e qytetit, presionin e ambientit, presionin e medias, edhe kanë dalë fitimtar mi këto presione. Normalisht nuk mund të la pa përmend, patjetër unë jam rrallë i përmendi, por është familja ajo që më ka kriju mundësinë që unë të jem i lirë edhe të menaxhoj në formën më të mirë këtë ekip futbollit, sa që ka raste që edhe kur lëkundu mund janë familja ato që mbajnë që ta vazhdojmë prap këtë rrugtim sepse na është bërë pjesë e familjes, por pjesë e familjes vllaznia është çdo shkodrani, çdo qytetarit, patjetër shohim. Nëse e ju e vogla po rritet me ekipin pa i shojën këtu me rrallë. Po kjo patyshim se ka dedikim veçantë për të.
por mendojmë që do të jetë një lojtar shumë i mirë në të ardhmen. E don futbollin, don sport, nuk ka shkodranë se në futbollin. President, a bën që titulli është premio e kryetarit bashkisë për meshkujt i kaloj femrave? Unë nuk kam në ide për këtë, ju në medias, ju dini gjithçka dhe ju mund ta... Ideja nuk është e keqe, ideja shumë e mirë. Edhe sa herë duhet me dal kampion femrat që Benetit japin një lek? Për të Benetit, unë di me ba punën teme. Puna e ishte me mbështet ekipin që dalin kampion dhe këte kupë po drejtojmë për aty ku ka linë futbolli, pa qojmë ndjep kupën. I përzitet që si ishe në fushë sot? Në fushë do njetën në senat, ti nuk je prezent tu, mos dalon kush me një, po s'kam dënimu në senat. Urime, Matia, suksese në vazhdimsi. Faleminderit për jush.